PDK-n e ka në halë në sy, edhe AK-n, normalisht, për shkak se nuk është prishme ta, dhe pse i ka pas një herë në koalicion, por problemet dhe luftën edhe betejën e ka me PDK-n. Dhe kjo është e papranueshme. Janë shumë papranueshme dhe disa çështje të tjera. Për shembull, çka i pengon zot Eliti aty? Çka i pengon? Nuk është puna, ai është Asnjë gjë politikisht se keni penguar këtu. Helmatosja ose helmi politik që po e shpërndan Kosovë, më thonë që ai është interesuar me vendos diktaturën në Kosovë, është interesuar me marrë pushtetin krejt në duart e veta dhe me realizu një projekt të vetin që ka ndoshta të pashpallur akoma, por e ka shpreh të Republikës së Tretë të Kosovës. Tani si do duke Republika e Tretë e Kosovës, ai e din, por besoj fort që nuk ka me pas Republikë të Tretë të Kosovës, sepse ai do t'i humbë zgjedhjet. Por mbi gjitha, Republika e Kosovës e ka shpall pavarësinë e saj dhe ne do të reformohemi, do të punojmë për reformat që duhet bërë në sistemin politik, ekonomik, për t'ju përshtat të ardhmës sonë, për t'ju përshtat thash perëndimit, jo Albinit.